Me ceremoninë e ndarjes së çmimeve për fituesit, sot u përmbyll me sukses edicioni i 4 i garës kuranore ndërkombëtare për vendet e Ballkanit, që u organizua në Shkup nga Ministria e Çështjes Islame, Thirrje dhe Udhëzim e Mbretërisë Arabisë Saudite në bashkëpunim me Bashkësinë Fetare Islame. Ceremonia përmbyllëse nisi me leximin e një pjese nga Kurani famëlart, duke i dhënë ngjarjes një atmosferë të veçantë për të pranishmit. Zëvendës ambasadori i Mbretërisë Arabisë Saudite në Shqipëri, Ahmed El Harbi, vlerësoi bashkëpunimin e frytshëm me BFI-n gjatë këtij aktiviteti. Kam kënaqësinë të jem sot me ju në ceremoninë përmbyllëse të garës së mësimit përmendësh të Kuranit famëlart dhe të nderimit të fituesve të saj. Në këtë rast unë shpreh urimet e mia më të sinqerta të gjithë pjesëmarrësve. Njëkohësisht shpreh vlerësimin tim të lartë për Bashkësinë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut për bashkëpunimin e saj të frytshëm. Ndërkohë, kryetari i BFI-s, Shaqir Fetau, theksoi se edhe një herë u dëshmua se Kurani famëlart mbetet boshti që bashkon zemrat e besimtarëve. Garat kuranore ndërkombëtare, të organizuara nga Ministria e Çështjeve Islame, Thirrjes dhe Udhëzimit të Mbretërisë Arabisë Saudite, në bashkëpunim me Bashkinë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përbëjnë një ngjarje të madhe fetare, kulturore dhe qytetëruese, jo vetëm për vendin tonë, por për mbar botën islam. Ato dëshmuan edhe një herë se Kurani famëlart mbetet boshti që bashkon zemrat e besimtarëve. Në fund të ceremonisë, u ndan çmimet për fituesit dhe fitueset, të cilët u vlerësuan për përkushtim, dijen dhe suksesin e treguar gjatë garës. Çmimet u ndan për fituesit të ndarë në 5 kategori të garës.